Dikush më ka lyer me bojë jeshile. Dikush ka aktivizuar pajisjen e eksperimenteve. Dhe lulet e mia të begonias janë këputur. Miqësia me lulet. Wow, ky po ç'është luk i ri. A e ka pa njëri Stiqin? I baka? Përse nuk po habiten fare. Nuk kam kohë për këtë sot. 626. Është sjell shumë keq. E jam krenar për ty. Ka diti që e ka për Stiqi. Gjithkush mund të ketë vënë në dorën e Stiqit një penel, edhe në dorën tjetër një lule të peaklit. Dhe ka prishur gramafonin tim. Që nushi imi vetëm. Por Stiqi nuk mund ta ketë bërë këtë. Zabanaga! Shiko, do të bëhem vonë për punë dhe mjaft u sollot në këtë mënyrë. Hey, dikush ka marrë fotografin. Pse është Stiqi duke larë gishtat e tij të pisët me një furç Leila? Shumë për të qeshur. Është shumë qesharake. Hey, kush është ai idiot që ka një furç dhëmbësh Leila? Kaq ishte! Ai do të qëndroj jashtë derisa të vijon. Por Stiqi nuk e... Lilo, ky është një urdhër. Nuk po bëj shaka. Ndryshe do të bashkohesh me të. Në rregull. Mos u shqetëso Stiq. Gjithçka do të rregullohet. Vaja, magëbër. Mendoj se kur je në kamping, Stiq, kur të kthehesh në shtëpi, gjithçka do të jetë rregulluar. Nëse e gjatë tha se nuk ka vizita për të burgosurin 626. Është i dënuar. Në rregull. Nani tha që duhet të vendosim këtë. Unë e di që ti mund ta këpusësh, por dua t'i tregoj nanit sjelljen tënde të mirë. Nëse nuk sillesh mirë, do të na dërgojnë të dyve në qytet. Që kur u pris gramafoni im, nuk mund të luaj regjistrimet e Elvisit. Pra, do të nderon mbretin me një film maraton, një treshe Blue Hawaii, pastaj një Blue Hawaii e ndjekur nga një Blue Hawaii. Kokoshkat janë gati. Che pasa? Laganova! Çfarë po ndodh këtu? Duket sikur është Stiq. Naga mika kaba. Incinjojtësh. E bëni kukulla e frikshme. Shkrumbi është shumë i zgjuar, Stiq. Por nuk mund të vi vërdal të shkatroj lule dhe video kasheta. E pash 626 në dritare. Kam përshtypjen se nuk po sillet mirë. E po, unë nuk besoj se Stiqi është fajtor. Dëshiroj që të japim atij të drejtën e tij dhe t'i bëjmë një gjysh të drejtë.